Sot do flasim mbi hipnozën mjekësore dhe do startoj me këtë video i cili është ndryshe nga të tjerët, sepse do bëjmë një ushtrim më pas. Në fillim do ju shpjegoj shkurtimisht se çfarë është hipnoza mjekësore. Mos u trembni, hipnoza mjekësore është një formë meditimi pak më e thellë. Pra ndikon dhe ndërhyn tek nëndija jon, nëndërgjegjja jon ose subkonscienca jon. Do e shpjegoj shkurtimisht. Ne kemi një avantazh dhe e dini se kush është? Që truri ynë është neuroplastik. Pra ne mund të ripërpunojmë botën tonë emocionale. Të gjitha ata persona që vuajnë me ankth, depresion, pagjumësi, kanë një traumë, ndoshta në fëmijëri kanë vuajtur, ndoshta në adoleshencë, ndoshta janë bullizuar, ndoshta janë rritur në familje problematike, për personat të cilët kanë plagë emocionale dhe nuk e lënë dot të shkuarën pas. Pra hipnoza mjekësore është realisht magjike dhe dua t'ju them diçka. Tek disa persona jep një efekt imediat, direkt. Kjo ndodhi edhe tek unë, kur unë për herë të parë kam bërë hipnozën mjekësore përgjatë trajnimit tim, ma bëri një kolege, pati një efekt të menjëhershëm. Ka persona të cilët kanë nevojën ta ushtrojnë paksa. Provoje këtu në YouTube, ku unë po publikoj këtë video të hapur dhe më pas mund të vazhdosh të ushtrohesh në programin ton mujor. Dhe në fakt, jo më kot, unë hipnozën mjekësore e kam integruar tek programi jon, sepse vepron jashtëzakonisht shumë mirë. Mjafton të hyni në faqen ton psikiatri.al në web dhe shikoni dhe komentet e personave të cilët e kanë përjetuar. Është një gjë e sigurt. Në krahasim me psikoterapin, pra me konsultat që bëni tek psikologu, hipnoza mjekësore të rizgjon dhe të reaktivizon ato ndjenja pozitive dhe mendime pozitive më shpejt se rrugtimi psikoterapeutik. Por kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të bëni psikoterapi. Madje hipnoza mjekësore nuk mund të jetë asnjëherë një terapi unike ku ti bën vetëm hipnozë dhe nuk bën asgjë tjetër. Jo, është një qasje e cila mund t'i bashkangjitet terapisë me psikiatrin, psikologun dhe hipnoterapistin. Por aman, pse mos ta provoni? Pse mos të riprogramoni trurin tuaj? Shikoni pak. Ne jemi këta që jemi sot fal përjetimeve tona. Ne jemi këta persona të cilët vuajmë sot me stres, me ankth, me një çrregullim emocional, sepse ne kemi përjetuar diçka. Nuk vuajmë kot. Okej? Tani, çfarë ndodh? Truri ynë është programuar në bazë të asaj që ti ke përjetuar. Marrim shembullin e një personi i cili ka vuajtur një atak paniku. Në atë moment që ai ka patur një atak paniku, truri i tij është programuar në këtë mënyrë. Pra, fillon të ketë frikë nga gjithçka, të ketë frikë të dalë vetëm nga shtëpia, të ketë frikë se mos ndoshta humb kontrollin e trupit të tij. Çfarë ndodhi në këtë moment kur ky person vuajti një atak paniku? Truri i tij u programua në modus frike. Me hipnozën mjekësore çfarë bëjmë ne? Riprogramojmë trurin. Rikthehemi në atë formatin e shëndetshëm që ishim pak më parë. Bëra shembullin e një ataku paniku, po mund të jenë shembuj pafund. Ju ftoj të shijoni hipnozën mjekësore dhe shkruani komente këtu poshtë. E zvoglova pak imazhin në mënyrë që mos të shpërqendroheni nga unë. Qëndroni në një ambient të sigurt, të qetë, mund të rini shtrirë ose mund të rini ulur, e zgjidhni ju se si ndiheni më rehat. Optimale është që ju të keni kufje në vesh në mënyrë që të përqendroheni më thellë në hipnozë dhe mos të shpërqendroheni nga zhurmat e jashtme. Kjo është një hipnozë ku ne do riaktivizojmë energjinë pozitive. Merr frymë thellë dhe mbyll syt. Merr frymë nëpërmjet hundës dhe nxirre nëpërmjet gojës. Rehato, relakso, merr frymë thellë përsëri nëpërmjet hundës, kadal. Ti e ndjen që dhe barku fryhet paksa dhe nxirre frymën kadal nëpërmjet gojës.
Përqendrohu për një çast tek syt. Mbylli syt ngadalë. Ndjeje se si qepallat bëhen gjithmonë e më të rënda. Hapi syt përsëri, merr frymë thellë, mbylli syt ngadalë dhe vëre se si qepallat e tua lodhen gjithmonë e më shumë. Përqendrohu paksa tek qerpikët të cilët e ndjen që po dridhen lehtë. Qepallat gjithashtu janë më të rënda se më parë. Dhe ti ndjen që trupi po çlodhet avash avash. Ti ndjen që muskujt e fytyrës janë të relaksuar. Me çdo frymarrje trupi yt relaksohet edhe më shumë. Merr frymë dhe lëshoje. Merr frymë dhe çliro. Trupi yt tashmë është më i relaksuar në një gjendje paqeje. Ndihesh paksa i lodhur, por kjo është gjë e mirë. Shijoje këtë lodhje ku trupi yt është totalisht i lirë. Ktheu për një çast pas në kohë në një moment kur ke qenë i lumtur. Mendo një moment kur ti në të kaluarën ke qenë vërtet i lumtur. Lejoj atë moment të vi natyrshëm. Pa e kërkuar, thjesht ndjej. Ky është një moment jashtëzakonisht shumë i bukur për ty, nga e kaluara jote. Dhe në këtë moment do e ripërjetojmë dhe do e riaktivizojmë. Në këtë moment ti do ndjesh të njëjtat emocione që ke ndjerë dikur. Shikoje veten aty. Ku je? Ku ndodhesh? Çfarë po sheh rreth? Ka dritë? A ka ngjyra? O aroma? Çfarë ndjen? Çfarë po prek në këtë moment? Ndjeje erën që mbushet rreth teje. Ndoshta është aroma e detit, ndoshta je në natyrë, ose një vend i dashur për ty. Me ka ndodhesh në këtë ambient? Si po ndihesh? Riktheu në atë moment, pa hezitim, ndjej gjithçka që të rrethon, sikur po ndodh tani përsëri. Ndjej gjërat që po prek. Ndoshta toka nën këmbët e tua, duart e dikujt, apo rrezet e diellit mbi lëkurë. Ti ndodhesh në këtë moment, në momentin
më të lumtur të jetës tënde. Dhe tani fështro përballë një person shumë i dashur për ty, po të afrohet. Një person që të ka dashur shumë, një person që të ka parë gjithmonë me sy të mirë. Kush është ky person? Ai person po të buzëqesh dhe po të përqafon. Ndjeje përqafimin dhe buzëqeshjen. Një përqafim që zgjat. Një përqafim që të mbush me ngrohtësi. Me siguri. Një përqafim i ngrohtë për ty. Ti po ndjesh mirë në këtë moment. Më pas, ky person po të zgjat diçka. Po të jep një medalje. Po të jep një medalje. Një medalje simbolike për këtë moment të bukur. Për dritën që ndodhet brenda teje, për forcën, për dashurinë, për jetën. Merre këtë medalje, mbaje në dorë, shikoje këtë medalje, ndjeje peshën dhe energjinë e saj. Kjo medalje është kujtimi yt. Dhe ti mund të rikthesh këtë kujtim sa herë të duash. Ky kujtim është në mendjen tënde. Ky kujtim është në zemrën tënde. Ky është një moment që i përket gjithmonë zemrës tënde. Merë frymë, thellë dhe lejo dritën e atij kujtimi të shpërndahet në gjithë trupin tënd. Nga koka tek qafa, më pas tek shpatullat, më pas kjo dritë plot me energji përhapet tek duart e tua, tek barku dhe tek këmbët. Le të ndreqoj çdo qelizë. Le të zgjoj energjinë pozitive që fle brenda teje, sepse ti ke qenë i lumtur, ti mund të jesh prap si në atë moment. Dhe tani me zemrën e mbushur, mbaj atë medalje në dorën tënde. Ajo të përket ty. Ajo medalje është aty për të kujtuar që ti ke përjetuar gjëra të mrekullueshme. Fillo të kthehesh ngadalë në të tashmen, duke marrë me vete medaljen, përqafimin, kujtimin dhe ndjesinë e atij momenti. Kur të jesh gati, merë frymë thellë, lëvizi pa gishtat e duarve dhe të këmbëve, bëj një buzëqeshje të lehtë dhe hap syt. Hapi syt, riktheu në këtë moment. Si ndihesh? Ndoshta ke buzëqeshur, ndoshta ndihesh mirë, ndoshta ke qarë, ndoshta dhe je trishtuar. Nuk ka rëndësi se si ndihesh, sepse ato emocione që ti ke tani janë ato të cilat ti ke zgjedhur të ndjesh dhe janë ato emocione që ndoshta
nuk janë shfryrë kur më parë. Janë mbledhur brenda teje dhe mbas kësaj hipnoze ti ke zgjedhur se si të ndihesh. Hipnoza është një mrekulli dhe jo më kot në programin ton mujor. Keni orë të tëra hipnoze ku ne punojmë me fëmijën e brendshëm, me traumat, me ankthin, me atakun e panikut, me depresionin, me mendimet negative, me pagjumësinë. Keni orë të tëra hipnoze të cilat ndizen cak para se të flini gjumë. Dhe ju të luftoni pagjumësinë në mënyrën më natyrale, të mundshme dhe shumë persona ja kanë dalë. Ju përshëndes dhe na lini një koment, na ndiqni në YouTube dhe në të gjitha rrjetet sociale, sepse shumë gjëra të mira do vinë. Në Terapit Live do shikohemi për të gjithë anëtarët e programit ton mujor. Shihemi gjithmonë një herë në javë. Aty jam unë, kemi dhe një psikologe. Kemi grupin ton Telegram ku unë shkruaj për ditë, jam në kontakt me ju. E shumë gjëra të bukura. Është i vetmi program në gjuhën shqipe që është kaq i kompletuar dhe mbi të gjitha i ndërtuar nga profesionistë, të cilët i përkasin fushës së psikiatrisë, psikoterapisë, hipnoterapisë etj. Ju përshëndes.